peshqit, për pjekje, për komunikim, aktivitet. Do të doni të zgjidhni këto probleme, nevoja për të lëvizur nga një vend në tjetrin do të shfaqet në këtë kohë. Do të lëvizni për çështje të punës. Gjykimet në këtë kohë janë të vështira për shkak se çdo gjë vonohet. Nuk arrini të bëni gjërat në kohë, nuk arrini të bëni takimet në kohë se bisedat që është një kohë që do t'ju duhet të analizoni marrëdhëniet me grupet ose individët ose grupin e punës. Do të kuptoni që marrëdhëniet janë pak stresuese në këtë kohë. Çdo individ ose grup që qëndron në rrugën tuaj dhe po ju pengon, duket se kërkoni që ta hiqni këtë pengesën, po duket se pengesa është e vështirë, pengesa i përket të kaluarës. Nga ju ka shumë emocione për eksperienca të reja, pra duhet përqendroni në të ardhmen dhe jo në të shkuarën. Duhet të krijoni siguri nga përvojat e kaluara dhe të kaloni në aleanca të reja. Nëse do të përqendroheni vetëm në të shkuarën, do të zbuloni se nuk ka më funksion kjo mënyrë. Tashmë një derë mbyllet dhe dyert e tjera do të hapen dhe kështu që është mirë të shkoni në të ardhmen me gëzim. Ndoshta për këtë momentin këto situata duken pak të vështira, por me kalimin e kohës do të kuptoni sa mirë bët që kaluat këtu. Sa mirë, sa rezultatet mira të kënaqshme ka ky grup tjetër i njerëzve ose kjo punë e re që do të shfaqet në horizont. Disa nga ju kanë ndryshime të karrierës, ndryshime të rëndësishme. Tashmë këtë muaj mos merrni vendime, të paktën 3 javët e para pasi fuqia të menduarit është e turbut. Gjatë kësaj kohe intuita do të rritet, do të jeni pak konfuz. Është një kohë që të ndërroni ose të dëgjoni muzikën tuaj të preferuar. Gjithashtu keni parasysh mos vini prej mashtrimeve. Është mirë që vendimet rëndësishme t'i lini në plan të dytë dhe të merreni me çështje shpirtërore në këtë kohë, mund të merreni me mod, me shkrime, ndoshta ose me filma ose muzikë. Mund ta kaloni këtë periudhë në mënyrë të kënaqshme në këtë mënyrë. Është një kohë që do t'ju mungoj vetbesimi i zakonshëm. Themelet e jetës ndoshta do të testohen për shkak se disa gjëra që shërbenin në të shkuara nuk do t'ju shërbejnë më në të ardhmen pasi mendimet tuaja kanë ndryshuar. Mos u tregoni të ashpër me veten dhe merrni kohë për të reflektuar. Është një kohë që është e rëndësishme pra që të shikoni vetëm vlerat shpirtërore në vend të atyre materiale. Më vonë do të shikoni përfitimet e mëdha të kësaj periudhe. Jeni duke i zbatuar të dhëna teknike në këtë pajisjen dhe do t'ju shqetësoj kjo gjë. Ekspozimi ose ballafaqimi me idetë dhe informacionet, surpriza, ndoshta planet përmbysen, doni të realizoni diçka dhe keni pengesa. Kjo është rreth datës 3 maj. Do të jeni shumë kreativ, do të kujdeseni shumë për veten në këtë kohë, veshja juaj do të jetë shumë e bukur, do të kënaqeni me fëmijët, ju aqetësojnë shpirtin fëmijët tuaj, luani me fëmijët, emocionet janë të paqëndrueshme. Ndoshta gjumi është i trazuar ose keni parasysh kur flisni të keni shumë kujdes për shkak se mund të thoni gjëra të cilat lëndojnë të tjerët. Jeni duke biseduar me nënën tuaj, kjo marrëdhënie është harmonike. Është një kohë e mirë ndoshta për të kthyer në të shkuarën, për të hapur dokumentat, për të kërkuar, për të rivlerësuar këto që keni shkruar në të shkuarën. Nëse janë bërë mirë apo jo, kërkoni në dosjet tuaj. Gjëra filozofike mos e teproni me filozofinë, sepse është temë shumë e gjerë dhe ndonjëherë shfaqen debate për këtë arsye. Janë reagime të tepruara, domethënë me këto njerëzit, të cilët kanë idetë e tyre dhe ndoshta nuk bini dakord. Pra është një kohë që do të përpiqeni shumë për të mbajtur marrëdhënie të mira me të tjerët, do të merrni pjesë me të tjerët, përpjekje krijuese për ata që praktikojnë artin, muzikën ose shkrimet, dalin këto emocione që shprehen në letër në këtë kohë.
është fantastike për artistët, është një kohë shumë e mirë. Është një kohë që do të ketë ndryshime, do të ndryshoni pothuajse çdo gjë, asgjë që ka qenë të shkuara nuk do të shkojë më në të ardhmen, për shkak se keni ndryshuar përgjatë kohës, keni kaluar kohra të vështira dhe tashmë do të ktheni të gjitha ato përpjekje në diamant. Mos bëni konflikte me të tjerët rreth datës 6. Këto konflikte mund të shfaqen si rezultati detyrimeve, sepse ndoshta është kjo pabarazia midis gjinive dhe kjo ju shqetëson, kjo bisedë ndoshta do t'ju shqetësoj. Do të rini zgjuar, do të mendoni, do të përpiqeni shumë, keni parasysh nga mendimet mos smureni, sepse duke ndonjëherë pa gjumë, pra është mirë të flini, të qetësoheni dhe të kuptoni që kjo është vetëm një fragment kohe që kalon shpejt dhe do të futeni në këtë situatën tjetër që është më e këndshme. Takoni këtë shoqen tuaj që është smur edhe ju tregon këtë situatën që nuk është mirë. Do punoni shumë në këtë kohë, do të përparoni shumë, në tension jeni, po përparoni. Nëna juaj do t'ju thotë diçka që do t'ju dominoj, ose ndoshta po ju jep urdhra, sepse nëna juaj është shumë e pavarur edhe ajo, domethënë, sillet në këtë mënyrë. Takojeni me të tjerët, doni të zgjidhni çështjen e dashurisë, sepse çështja e dashurisë është e pazgjidhur akoma. Edhe e keni shumë problem këtë gjë, doni që ta zgjidhni sa më shpejt. Duhet edhe pak, domethënë, kohë për ta zgjidhur. Intuita juaj është e mprehtë edhe arti është një burim kënaqësie për ju në këtë kohë. Është një kohë e thellë, shëruese, një kohë e mirë ku ju keni kaluar këto situata të dhimbshme, të cilat ju kanë bërë të përhumbur në kohët e shkuara. Këto kanë qenë çështje që kanë të bëjnë drejt për drejt me zemrën tuaj, tani do të shfaqen mundësitë që ju nuk e dinit se ekzistonin. Një person, një mësues ose një person i rëndësishëm por ju do t'ju jap këto mundësi për të marrë pjesë në një kurs studimi dhe kjo do të ndryshoj komplet jetën tuaj. Gjithashtu mund të shprehni talentin tuaj nëse jeni talentuar për të dhënë mësim, ose ndoshta jeni të talentuar për të folur, ndoshta le të themi si këshillues. Është një kohë shumë e mirë për të shprehur mençurinë tuaj që keni fituar nga përvojat e kaluara. Pavarësisht si duket situata, në fillim të muajit juve do të jeni shumë bashkëpunues. Ky stres që do kaloni do t'ju shërbej për mirë. Do të dilni në një zonë tjetër që reputacioni juaj do të rritet. Do të përparoni shumë në karrierë, karriera do të eci përpara dhe do të shikoni që kjo udhëheqja juaj, vendimet, puna e mirë që keni bërë, ato arritjet tuaja do të bie në sy dhe do të shkoni në vendin ku ju meritoni. Do të shikoni ndryshime të mira, do të futeni në këtë periudhën 12 vjeçare që do të jetë krejtësisht ndryshe nga vitet që keni kaluar. Do të kujdeseni për veten, shenja e peshkut vën shumë nga dhimbjet e këmbëve, nga dhimbjet e kyçeve të këmbëve, pra përpiquni të jeni optimist, të pini vitamina. Kujdeseni për veten, të flini gjumë. Keni dëshirë për të udhëtuar në këtë kohë. Fund të muajit do të arrini në një rezultat më të mirë. Dhe do të shikoni më qartë, do të keni gjykim të qartë, do të jeni shumë mirënjohës që këto situata u vënuan, u ngatruan ose ju nuk arritët, domethënë sepse në fund të muajit situata që vjen do të jetë krejtësisht tjetër, do të fitoni mençuri, qartësi dhe do të shikoni më mirë. Do të keni këto rezultatet, pra pavarësisht situatave komplekse në fillim të muajit, unë ju uroj sukses.